Ky pushtet bën të mundur mbylljen e marrëdhënies ose mbylljen e diskutimit dhe heqjen e mundësisë për të kuptuar atë që ka ndodhur dhe heqjen e mundësisë së vetë personit që përdor këtë etiketë për të kuptuar se si është ndjerë dhe çfarë ka bërë atë të ndihet ashtu brenda kësaj marrëdhënie ose brenda një ngjarje të caktuar. Nëse do përpiqesha të thoja se çfarë dëme shkakton një etiketim i tillë, janë dëme në 3 nivele. Sigurisht që etiketimi e kthen tjetrin nga një subjekt në një diagnozë. Dhe sigurisht që kjo ndikon në marrëdhënie, ndikon tek tjetri. Problematika e dytë është mbyllja e marrëdhënies, ndalimi i marrëdhënies në atë moment që vendoset kjo diagnozë apo kjo etiketë. Dhe problematika e tretë ka të bëjë me mbylljen edhe të mundësisë së personit që e përdor këtë etiketë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe si është ndjerë ai vetë në këtë situatë dhe pse është ndjerë ashtu siç është ndjerë.